Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ngjyra e urinës mund t'ju tregojë këto sëmundje. Shenjat e para të sëmundjes më së shpeshti janë të dallueshme, vetëm që është me shumë rëndësi të dini se ndaj çkaje duhet të tregoni kujdes. Kur të zbuloni sëmundjen me kohë, atëherë është shumë më lehtë të pengohet se sa të shërohet. Për shkak të mungesës së ujit në organizëm dhe për shkak të çrregullimit të punës së tij në veshka, krijohen toksina të cilat pjesërisht nxiren jashtë nëpërmjet urinës. Kjo është vetëm njëra nga shkaqet se pse ju duhet që t'i kushtoni një vëmendje të veçantë ngjyrës së urinës tuaj. Urina e cila ka ngjyrë të errët gjithmonë është një shenjë që me shëndetin tuaj diçka nuk është në rregull. Urina është një treguese e ndonjë problemi, kështu që kontrollojeni atë her pas here. Shumë njerëz i injorojnë këto shenja të dukshme dhe rrezikojnë zhvillimin e sëmundjeve të rënda. Çfarë na tregon urina për ne? E verdhë mbyllur, ndërkohë që ngjyra e verdhë e çelët e urinës është normale, ngjyra e mbyllur e verdhë tregon se personi vuan nga dehidratimi pasi që përqendrimi i kripës është më i lartë se normalisht. Më pak ujë do të thotë një nuancë më të mbyllë të së verdhës së urinës, kështu që pini ujë sa më shumë kur shfaqet ky problem. E kuqe. Kjo ngjyrë varion nga nuanca roz në të kuqe të errët. Testi mund të specifikojë nëse urina përmban gjak apo gjak të mpiksur si hemoglobinuria. Ai mund të ndodhë për shkak të një infeksioni të fshikëzës, traktit urinar apo uretrës. Gjithashtu, sëmundja e prostatës tek meshkujt apo fshikëzës tek të dyja gjinit apo edhe ushtrime të rënda mund të rezultojnë që urina juaj të ketë ngjyrë të kuqe. Kafe në të zezë. Kjo është gjithashtu një ngjyrë e cila mund të variojë nga kafja në të zezë. Ajo mund të jetë edhe një nuancë e errët e së kuqes, por kjo ngjyrë shfaqet për shkak të funksionimit jo të rregullt të mëlçisë edhe tek sëmundjet si hepatiti, bllokimi dhe ciroza, sepse bilirubina shfaqet në urinë. Gjithashtu, çrregullimet e rënda si anemit hemolitike apo melanomat mund të shkaktojnë që urina juaj të ketë ngjyrë kafe në të zezë. Portokalli. Shumë ilaçe mund të shkaktojnë që urina të ketë ngjyrë portokalli dhe gjithashtu konsumimi i tepërt i agrumeve ose karrotave mund të jetë arsye për urinën në ngjyrë portokalli. Nëse urina juaj shkumozohet më shumë se zakonisht, ja çfarë do të thotë kjo për shëndetin tuaj? Edhe pse shpesh injorohet dhe nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur, pasi duket se gjithçka shkon mirë. Urina është një nga elementet kryesorë që mund të zbulojë problemet tuaja shëndetësore. Kur diçka është e dukshme, si për shembull aroma e rëndë apo ngjyra jo normale ndryshon, atëherë duhet bërë kujdes. Nëse urina duket si ngjyra e birrës së lehtë, kjo do të thotë që patjetër ajo duhet konsumuar më shumë ujë dhe nëse është e errët mund të sinjalizojë një infeksion bakterial, por çfarë po ndodh në qoftë se ajo duket e shkumozuar? Diçka nuk shkon mirë dhe ja çfarë duhet të dini nëse urina juaj shkumozohet. Thjesht mund të keni urinuar shpejt. Sasia e flluskave në urinë është normale dhe mundet që të ndikohet nga shpejtësia e urinës dhe sa shumë keni qëndruar pa shkuar në tualet. Veshkat nuk po funksionojnë siç duhet. Veshkat punojnë për të filtruar gjakun dhe substancat e urinës, në mënyrë specifike proteinat, kështu që urina juaj duket e shkumozuar dhe mund të jetë shkak prej proteinave të tepërta, gjë që sinjalizon diçka që nuk shkon me veshkat tuaja. Në rrethana normale, filtrat e veshkave nuk lejojnë që molekulat proteina nga gjaku të kalojnë dhe të përfundojnë në urinë.
Një rritje e proteinave në urinë është në përgjithësi dëshmi e një filtri të veshkave të dëmtuara. Por, urina e shkumëzuar është vetëm një shenjë e një veshke të dëmtuar. Shenjat e tjera përfshijnë ëndjen për shkak të mbajtjes së lëngjeve ose shtimit të peshës. Nëse po përjetoni ndonjë nga këto simptoma, është koha për të vizituar një mjek. Jeni dehidratuar. Sipas ekspertëve, uji është një nga substancat që gjendet në urinë, kështu që nëse nuk po konsumoni ujë sa duhet, ndodh që urina juaj të shkumëzohet. Dhe sipas ekspertëve, sa më dehidruar të jesh, aq më e forcuar do të jetë urina dhe si pasojë ndodh shkumëzimi. Ju keni diabet ose hipertension. Proteina në urinë futet sërish në lojë. Të dyja kushtet, diabeti që ndikon në nivelin e insulinës së trupit dhe hipertensioni mund të ndikojë në rrjedhjen e gjakut në veshka duke dëmtuar funksionin e tyre. Ky presion shkakton rritje të stresit që çon në dëmtime dhe ndikon në urinë. Si diabeti, ashtu edhe hipertensioni kanë simptoma të tjera. Gjithashtu, diabeti shpesh vjen me urinimin dhe etjen më të madhe, ndërsa hipertensioni mundet që të shfaqet si për shembull dhimbje në gjoks. Keni një infeksion kronik. Infeksionet kronike dhe hepatiti gjithashtu mund të shkaktojnë proteina të tepërta në urinë. Disa infeksione mund të sulmojnë drejt për drejt filtrat e veshkave, të tjerët shkaktojnë inflamacion që mund të ndikojë në funksionimin e veshkave. Mund të kemi marrë medikamente për dhimbje. Nëse keni marrë medikamente për një kohë më të gjatë, si për shembull Advil apo e të tjerë, atëherë mund të jenë shkaktari i urinës së shkumëzuar. Ato mund të rritin nivelin e proteinave në urinë, thuajse mund të rezultojnë në një reakcion alergjik që shkakton inflamacion në veshkat tuaja. Keni një sëmundje autoimune. Sëmundjet autoimune shkaktojnë stres dhe tendosje në veshka, duke shkaktuar dëme të mjaftueshme për të prishur procesin e filtrimit. Sëmundjet autoimune mund të çojnë në proteina në urinë nëpërmjet sistemit imunitar duke sulmuar vetë filtrat e veshkave. Mund të keni një lloj sëmundje të gjakut. Mieloma është shumë fisht, një lloj sëmundje që formon qelizat plazmatike të gjakut mund të çojë në proteina shtesë dhe të shkaktojë shkumëzimin. Antitrupat të cilët prodhohen si pasojë e sëmundjeve të këqija mund të jenë shumë toksike për filtrimin e veshkave dhe të çojnë në proteina në urinë, por kjo është e rrallë. Shoqëria Amerikane e Sëmundjeve të Këqija thotë se ky është një sëmundje relativisht e pazakon dhe më popullore tek njerëzit mbi 65 vjeç, prandaj duhet që të keni kujdes. Gjithashtu edhe infeksioni urinar është një problematik mjaft e përhapur e cila gjithashtu duhet të tregohet kujdes për ta trajtuar në kohë rekord, pasi mundet që të shfaq probleme të mëtejshme në shëndetin tuaj. Mos i injoroni asnjëherë simptomat që vëreni në trupin tuaj, pasi ato mund të jenë shumë domethënëse për shëndetin tuaj dhe mund të jeni në kohë për të parandaluar këto probleme, pa kaluar në probleme akoma edhe më serioze. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!